Shikues të nderuar, jemi rikthyer në studio për të vazhduar mëtutje në transmetim të drejt për drejt me emisionin e Paraditës pas mëngjesit. Do të flasim tani në rubrikën me të ftuarin, me një të ri shumë të talentuar, mjaft ambicios. Do të diskutojmë për biografinë e tij, për studimet, dhe njëkohësisht do të flasim edhe për çështjen e politikës dhe të rinjve. Ndoshta emrin e tij jeni mësuar ta dëgjoni shpesh nëpër portalet informative me shkrimet të cilat ai është prezent. Kemi privilegjin dhe kënaqësinë që të kemi të ftuar në emision studentin e psikologjisë Dëfrim Seferi. Përshëndetje, mirëseardhët. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën. Është me të vërtetë nder dhe kënaqësi, privilegj i veçantë për mua që sot të jem në emisionin e juaj. Më lejoni që në emrin tim personal, në emrin dhe të gjithë grup moshave të reja, që falenderojmë për ftesën dhe nderin që ja boni rinis, duke ditur që edhe ne rinia mund të japim kontribut dhe vlerësime për situata të caktuara në versionin të ndryshme. Më lejoni që të falenderoj edhe televizionin Kohat, që është gjithmonë në shërbim të së vërtetës. Faleminderit shumë juve që keni ndarë nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin tonë. Kënaqësia është e imja. Përpara se të flasim për temën cilën kemi vendosur, mund të na jepni një letër njoftim shkurtër për biografinë tuaj? Unë jam Dëfrim Seferi, jam lindur më 13 korrik të vitit 1995, jam lindur në një qytet të vogël të Gostivarit të quajtur fshati Tërnop. Shkollën fillore e kam kryer në vendlindje me sukses të merituar 5.00, ku jam thurur edhe me 3 lëvdata nga stafi udhëheqës i asaj kohe. Kam marrë pjesë në aktivitetet e forumit të ndryshme kulturore artistike të asaj kohë që organizoheshin nga shkolla. Shkollën e mesme e kam vazhduar atë të mjekësisë, kam pasur edhe suksese edhe dështime, nëse vendohen në baraspes sukseset dhe dështimet sukseset dojo paraprin. Kam praktikuar në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit Ferit Murat, në për reparti të ndryshme, ndërsa studimet e larta i kam vazhduar në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin Filozofik, përkatësisht degës së psikologjisë. Po, përmendet çështjen e punës tuaj në spitalin e Gostivarit. Në biografinë tuaj kam hasur që shkruan keni marrë pjesë në stafin e kirurgjisë. Çfarë në fakt do me thënë kjo? Për hir të së vërtetës Ariana, kam praktikuar gjatë 2 vite në spitalin e përgjithshëm të komunës së Gostivarit, atë të Ferit Murat. Kam përjetuar shumë të gjëra të mira. Kam marrë pjesë në stafin e përgjithshëm ose stafin kirurgjik, kam qenë si një praktikues në të cilën kam arritur të thith shumë informacione rreth asaj kohe. Ndjem shumë falenderoj ndaj stafit, falenderoj stafin udhëheqës të repartit të kirurgjisë dhe gjithë ato mjeka apo motra medicinale në të cilën e bën të mundur që të jem në mesin e atyre. Po, gjithashtu kam lexuar që keni qenë pjesë shumë organizatave. Mund ta flisni pak më tepër në këtë drejtim? Për hir të së vërtetës Ariana, është shumë e vërtet që kam marrë pjesë në organizata të ndryshme me karakter human apo organizata jo qeveritare, ka qenë një eksperiencë mjaft e mirë, ndjehem shumë krenar për këtë. Ajo që vlen të theksoj është se të rinjve ju sugjeroj ose ju bëj një apel që mos të përfshihen në subjekte politike, por që të ndërhin apo të futen në organizata të ndryshme, në të cilën diçka ose një situatë të caktuar më të vërtet ka nevojë për këtë. Një familje nevojtare apo një gjë që është e pakënaqshme që të jem pjesë e tyre. Po, gjithashtu ke marrë pjesë edhe në shumë protesta, cila ka qenë kjo arsye? Një thënie është shumë e mençur dhe shumë e saktë kur thotë se revolucioni fillon nga të rinjt. Për hir të së vërtetës duhet ta theksojmë se revolucioni vërtet fillon nga të rinjt, është një instinkt i mbrëmshëm që lind nga brendia e trupit. Duhet ta potencoj që ka qenë një eksperiencë mjaft e mirë. Për hir të së vërtetës është shumë korrekte që secili individ apo secili person, qoftë personalitet publik, qoftë qytetari thjesht, që të bëhet pjesë atyre protestave për të arritur atë që me të vërtet duhet të arrihet. Më përpara keni qenë pjesë e subjekteve politike, apo thonë më ndryshe jeni marrë pak a shumë me politikë. Pse u larguat nga kjo? Ariana, më duhet të ritheksoj se politika nuk është për të rinjt, edhe pse ata kanë nevojë për diçka të tillë, është për të theksuar fakti se është për të theksuar fakti që politikët nuk bëhet me të rinj. Jam larguar nga subjekti politik për arsye morale, në të cilën nuk e gjeta veten aty, nuk e dëshmova veten aty, dhe për hir të së vërtetës unë nuk do t'i kthehem politikës. Mendoj që kam edhe shumë angazhime dhe punë të mëdha për të bërë, por nuk do të futem asaj lëmie edhe një herë.
Mbase jeni ndoshta në moshë i ri, por si do që t'jetë, unë besoj që me kalimin e viteve ndoshta do të keni këtë qëndrim, apo ndoshta edhe do të ndryshoj qëndrimi. Unë besoj që rinia është aktualja, rinia është ajo që duhet bërë ndryshime, ju shumë mirë e theksuat rinia, do më thënë revolucioni fillon nga rinia, dhe kështu që sot që qitë kjo është qëndrimi juaj, kjo është bindja juaj që keni fituar deri më tani nga praktikat tuaja në lidhje me politikën. Kur jemi të çështja politikës, çfarë paraqet politika për juve? Cili është opinioni juaj në këtë drejtim? Ariana, është shumë me të vërtetë, duhet të ta ritheksojmë atë se politika është gjithçka, si për të rinj, si për qytetarën e thjeshtë, si për personalitetet e integruara. Më vjen keq që situata është shumë shqetësuese, është shumë alarmante, të rinj apo të themi qytetarët largohen nga vendi, është një rënje drastike e popullatës. Duhet që institucionet përkatëse dhe institucionet e përgjithshme që të merren me këtë çështje, që mos të lejon që rinia të ikë dhe të shkojë drejt rrugës së marrëgimit. Më vjen keq që kemi arritur deri këtu ku jemi. Është shumë e veçantë, është për të përmendur fakti se duhet që rinia të mobilizohet dhe të qëndrojë këtu, për shkak se mund të vinë dita mira. Përmendet çështjen e ditëve të mira, në të ardhmen më të mirë, më të ndritur, si do I kishi motivuar të rinjt drejt sukseseve? Koha është e juaja. Koha është e juaja. Më besoni që keni kohë që ta dëshmoni veten. Unë duhet ta përmendi faktin që nga shkolla e mesme në viti I parë, që nga shkolla e mesme e mjekësisë në vitin e parë jam shkolluar ditën dhe kam punuar natën. Më ndjem shumë krenar për këtë, më besoni që ishte shumë e vështirë, por nuk ishte e pamundur, me vullnet dhe me niyetin e mirë mund të dalish në sipërfaqe dhe mund të arrish atë në të cilën ti e dëshiron. Po, për të arritur sukses, një iri mbi të gjitha, I duhet një përkrahje, I duhet një mbështetje. Keni pasur përkrahjen dhe mbështetjen e tillë dhe nga kush? Natyrisht që kam pasur përkrahje nga familja ime, nëna ime, babai përkatësisht vëllezërit e mi dhe gjithë familja ime, në të cilën më kanë udhëzuar, më kanë motivuar drejt një të ardhme, duke besuar në mua dhe duke thënë që suksesi do të parapri. Kështu që mos u ngushto, vazhdo atë idealin tonë përpara dhe bëhu pjesë e një qëllimi në të cilin ti e dëshiron dhe me gjitha të vullnetit që e posedon. Keni vendosur të studioni për psikologjinë, pse pikërisht këtë drejtim? Një ndër arsyet themelore në të cilën unë kam vendosur të studioj lëndën e psikologjisë, në të cilën ishte ajo fakti se psikologjia është shkencë humane mjekësore dhe në të cilën unë dëshiroja që të njoh qëndrimet apo gjykimet e njerëzve në për situata të caktuara apo në qoftë edhe në për situata të ndryshme në të cilën mund të jap një eksperiencë më ndryshe, mund të jap edhe një version më ndryshe dhe për hir të së vërtetës mendoj që qëllimi im është shumë fisnik dhe mendoj që ja kam dalur disi. Po, cilët janë planet tuaja për të ardhmen? Ku e shihni veten në të ardhmen? Duhet për hir të së vërtetës Ariana duhet ta theksoj që është çështje muajsh apo çështje javësh, le të themi se kam 2 projekte gjigante që janë gjithë në shërbim të qytetarëve. Është ndërsa vetën mund ta shiqoj dhe dëshire e imja është që në një të ardhme të afërt të praktikoj profesionin tim atë të psikologjisë. Më vjen mirë dhe shpresoj që në një të ardhme të shërbej popullit sado pak. Po, dhe përpara se që falenderojmë për ftesën, cila është porosia juaj për në fund? Porosia ime për në fund, Ariana, do të ishte një motivim për rinin, mos nguroni, mos dilni jashtë shtetit, vendi ka nevojë për ju, më besoni që do të vinë ditë mira. Nëse unë ja dola disi duke punuar natën dhe duke studiuar ditën, me besoni që edhe ju do t'ja dilni. Faleminderit shumë për këtë porosi kaq të bukur, faleminderit shumë që ndatë nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin tonë. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Faleminderit, Dëfrim. Shikues të nderuar, ishte kjo rubrika me të ftuarin. Vazhdoni dhe më tutje me Pas mëngjesit.